Anis Mehmeti vazhdon të shkëlqejë në kampionatin e kategorisë së dytë angleze të futbollit ku ka shënuar golin e tij të 12 të sezonit, i cili është padyshim sezoni më i mirë i karrierës për anësorin e sulmit. Futbollisti i cili pritet të jetë pjesë e listës së trajnerit Silvinho për ndeshjet e muajit mars ka shënuar golin e 12 personal në ndeshjen që Bristol luajti ndaj Hull City. Në pjesën e dytë të takimit Mehmeti ja doli të shënonte me një penalti duke e transformuar atë me qetësi për të barazuar shifrat në 1-1. Lojtari shqiptar është kthyer ndër emrat më të rëndësishëm të Bristolit dhe Championshipit, teksa për të së fundi kanë shfaqur interes edhe klube të rëndësishme të cilat synojnë të bëhen pjesë e Premier Ligës. Nëse Silvinho do të ketë një alternativë më shumë për në muajin mars, padyshim që deri tani një opsion tepër i mundshëm është edhe rikthimi i Anis Mehmetit. Anësori po kalon një formë të mirë me Bristolin në Championshipin anglez dhe pak kohë më parë stafi teknik i kombëtares shkoi dhe e takoi nga afër 24 vjeçarin dhe konsumoi një bisedë me të në lidhje me qasjen e tij dhe konsideratën për ta rikthyer në skuadër. Vazhdimësia që Mehmeti ka në këtë sezon duke shënuar 11 gola deri tani dhe duke asistuar disa herë rrisin shanset për një grumbullim në 2 ndeshjet e para kualifikuese që kuqezinjt do të luajnë me Anglinë dhe Andorrën, pavarësisht se konkurrenca në krah është e lartë duke përmendur emra si Bajrami Hoxha apo Muçi. Paraqitja e së mërkurës ishte mbresëlënëse për Anisin që shënoi një dopjet dhe për BBC u shpreh se në cilat situata ai është më i rrezikshëm, sa i përket lojës sime ajo është gjithëpërfshirëse. Unë mund të jem më shumë kërcënim në situatat 1-1. Lloji idealit që jam kur gjithçka shkon mirë për mua shikoj përpara dhe mezi pres të vi ndeshja e radhës. Ndërkohë kur gjërat nuk shkojnë mirë unë e përjetoj shumë diçka të tillë, thot fillimisht Mehmeti, i cili është nën kontratë me Bristol City deri në verën e vitit 2026. Duke qenë se anësori ka arritur të shënojë 11 gola, ai shpreson që këtë shifër ta çojë edhe më shumë. Unë jam duke bërë përpjekje për të rritur këto shifra tani dhe të bëj sa gola të mundem, por edhe për të dhënë asistime, gjë që mendoj se duhet ta bëj. Mes golit të parë dhe të dytë zgjedh atë të parin pasi janë ata që nuk i kam shënuar gjithmonë më parë. Bëhet fjalë për të qenë në vendin e duhur. Dua të arrij sa më shumë gola deri në fund të sezonit, përfundoi Anis Mehmeti.